Për më shumë se 3 dekada, puna vullnetare është një testament i pasionit, përkushtimit dhe punës pa lodhur që ka ndihmuar në ndërtimin dhe forcimin e lidhjeve ndërkombëtare dhe ka mbështetur ruajtjen e kulturës shqiptare përmes radios. Radio 3ZZZ ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm në informimin, edukimin dhe argëtimin e komunitetit, duke ofruar programe që mbulojnë një gamë të gjerë temash nga lajmet lokale e deri tek muzika tradicionale shqiptare. Përgjatë viteve ky stacion ka qenë një lidhje fuqishme për shqiptarët në diasporë, duke ofruar një mundësi të shkëlqyer për të ruajtur dhe zhvilluar identitetin kulturor, ndërkohë që kontribon në procesin e integrimit dhe bashkëjetesës me kulturat e tjera. Një përgëzim i veçantë për çdo vullnetar që ka dhënë kontributin e tij në këtë projekt të mrekullueshëm. Pa punën tuaj të palodhur, angazhimin dhe pasionin tuaj, Radio 3ZZZ nuk do të ishte ajo që është sot, një ndihmë pa çmuar për gjithë komunitetin. Për më shumë se 3 dekada me punë vullnetare, nuk ka dyshim se kemi lënë një trashëgimi të paharrueshme në jetën e komunitetit shqiptar dhe të shumë grupeve dhe shoqatave tjera kulturore në Australi dhe më gjerë.